E pse ke përfundu në shtëpi të plegjve? Ku përfundu se unë e kam dy që kanë thronë, gruaja më ka dekë që 3 vjetë, e jë me vetën, e më ka pusë që ola e podis shtëpi të plegjve. Këta 3 po pëtojnë, për shemë nonën, babën, me këqyrë, edhe haqë që e gjuhë që atë në shtëpi të plegjve, sebeb që pse më bona kohre me ta, edhe e gjuhën që atë. Po ty bëjnë të gjuhën që një gru po ta me mora petë, po s'po mërë kush, se për lypin rrugën e Gjermanisë. E rrugën e Gjermanisë se kam, me në burën pak ma fokara edhe ma budallë. Po këtu femra tash këtu po shkëlpimoren, jo milioner, jo. Ai se man, këtë e ko. Nuk më jetën me të. Jetën 1 vjet, 2 vjet edhe prishe. Se tash këto kur e ka njëri edhe kur e ka parën, si hapolla për kërkan heq. Inderon si je? Mirë. Qysh po kalon? Mirë. Na sot ardhëm me vizitu Gërmin, për shkak se jena mësull me po gjithë mbushur për 1 maj, po sot s'po shihen shumë njerëz. Ku po menon që kanë shku njerëz sot? Unë veç po menoj që jenë shku anina nonën e liçenën e Bakllosë anina pohon shumë populli. Po, a? Po menoj. Po se dhe ti Orllonit edhe... Po unë jam i Kraticit, jam një katën atje, e atje na e kena prit ma mirë, ma shumë me popull, se këtu, unë për herë parë jam në Gërmi këtu. Po. E nuk e di që më tonë. Ty Ty bëja së më duket mirë. Po, Si thot. Tash po shkojnë edhe në Shqipëri shumë, bregdet. Na sa shkojnë edhe në Shqipëri nuk e Qa di. po menon ti që po shkojnë për vikend edhe për festa në Shqipëri? Po shkojnë që ata kanë pore, i kanë familjen, e kanë kerën, shkojnë për shembull të sëdo 1 maj, rrinë conte në Shqipëri, nuk ka natë me flajt atje. Nesër proman, te t'jidhen dhe me thonë mas ditë e zvinë, s'krejnë. Të dhe për në tonën kam javë në punë, po. E deshta me të pytën e ty ti the që je Orllonit edhe për herë të parë je ardhur këtu në Gërmi. Për herë parë. E pse je ardhur për herë të parë? Unë jam dëm në Prishtinë, dëm me thonë në shtëpinë e plegjve, edhe veç dole edhe unë thash të këqyri që shoshtë, që ma mira, keqa. E sa vjeçar je? Una 66 vjetë. 66 vjetë. Po vjetim do në penzit pleqësisë. E pse ke përfundu në shtëpi të plegjve? Ku përfundu se unë e kam dy që kanë thronë, gruaja më ka dekë që 3 vjetë, e jë me vetën, e më ka pusë që ola e podis shtëpi të plegjve. Për arsye që unë nuk po di me bo bukën, Normal, s'ki kujdes. S'kam kujdes, kush më kujdesu për mua, e qashtu. Ndërun ngushlime për nusen, që të pas kanë Faleminderit. jetë, po qikat apo të vinë me vizitu? Jo, vëlloj, se qika tash i kanë 4 fëmijë atje në thronë, janë në shkolla. Apo fush bile me tu? Po, dje kom fund me qikën e madhe, porën, se tash ato qikat e mëdha e kanë fakultetin e krymë, edhe shkojnë në shkollë, edhe shkojnë në punë, atje në thonë. Po, edhe shkollojnë, edhe shkojnë në punë. Inderum shumë e trish që nashta sot peshe që shtëpia të plegjve po i dërgojnë edhe për qef. Ka mundësi nashta Pi dërgojnë, Qa mendon ti? Unë nuk e di, ata pi dërgojnë ata, po unë jam që aty, qka pishe une, këta 3 po pëtojnë, për shembull nonën, babën, me këqyrë, edhe në shtëpi të plegjve këtu në Prishtinë është pa pagesë, nuk pagun kur gjo. Edhe haqë që e gjuhë që aty në shtëpi të plegjve, sebeb që pse më bona kohre me ta, edhe e gjuhën që aty. A ke pos rasti me diskutu me shokët ato? A ka në rast që nashta nej banori shtëpisë të plegjve ku je dhe ti në Prishtinë? Po. Ka thonë, unë i kam fëmijët, po më kanë pru këto, se s'dojnë. Ka bon vaki, ka bon, edhe shpes bile, edhe shumë kohë, që tash një rast një, u konë i Vargania i Hajkobilës, a i shkonë në punë këtu si, dhe me thonë, i ka denu këta si inspektor i shkonë. I këtyne, që me thonë, inspektor i shtëpiave të plegjve? Ja, shtëpiave të plegjve, po në për Prishtinë, për shembull, si, që me thonë, si komision, diçka si, edhe a i shkon me bo ato hardenimet, edhe i shkon pa plok, grunë vëlloj e kishtë mirë se i gruja jarë ka aty. 57 gruja, një qik e kishtë për punë e ke në cëpë dikun në Prishtinë, edhe djoni për punë e ke dikun në Prishtinë një kishtë në Zvicër, e kanë pu edhe o dekë që një 2 jo, se dhja e ka. Do me thonë a i nusen gjallë? Po, edhe qikën, po edhe 2 djelë. Edhe 2 djemë? Po, njën e konë në Zvicër, njën edhe e kanë gjuhë në shtëpi plegjve, edhe u dekë që një 2 jo. Ngushlime për shokën që pas ka dekë. Po, apo më tregon ti mu, kur ka qenë gjallë, qka të thejke? A i dhëm ke zemra?
Qa thej ka i për Ty fëmijë? be, a i deke thmine, deke grunë se jasën pësit, ka që jasën shpesh. Gjdo dile jasën, gjdo shune jasën, sa ta në pësin. Ata kanë mujtë mu kujdes. Po këshën mujtë më kujdes, unë tjetër, unë s'ka kush. A thej ka i për shambull, po. Po, a i nuk e dike, se pak i lojtin, po, kështë pa harruë, dhe me thonë. Nashta ka po sklerozën. Kështë pa harrej ka i. E ato nuk e këshur, nuk e lejtën me dorë për jasë, se të në zdike më këthyje. Po. E këshyrën aty motat ato që... Sa e dhemshme është për ty, kur e shen ashta që fëmija s'pidojnë më prendrit? Ty bështira, po edhe mu më ka ndodhë qashtu, gati qashtu më ka ndodhë veç. Ja, mu më dojnë fëmija, unë i kam dy qika. Ti vojza, Ja, la unë i kam, po, i kam jashtë, mu më thiren. Ti ndryshe, po për shambull... Mu më dojnë qikat. Në Kosovë është problemi që për shambull mujnë më kujdes fëmija, apo s'po dojnë më kujdes për prindin. E kjo është e dhemshme. E dhemshme, është. A ti e tregove që atë rastin e ati... Ganis, po, qashtu. Që që kom pa une. Po, e do me thonë ata, a i ka pos mu, kanë mujtë më kujdes... Kanë mujtë më kujdes e jebë fërshëm, se to fërke kanë trup edhe fërku dek. Do me thonë veç për pak kohë, nuk e di... Inderum kush është fajtori që ti vetë qenë ke banori shtëpisë të moshuarve këto në Prishtinë, kush është problemi që do me thonë pleq për përfundojnë në shtëpiat më shumë? Pa ta shtybe nuk e di. E kom fjallin jo në rastet kur s'ka kush më kujdes, si kur ti për shambull bashkërte atë ka dekë, një qika i ki jashtë. Po, ti s'ki kur farë mundësie me u kujdes dikush për ti? Jo, nuk kam. I kam dy lazni pa ta s'kujdesin, se fëmijatina nuk kujdesit për ta, e je për mua. Po, dhe ta qita. Po, kush o fajtori që ke marrë që ti? Ty be, më të kardone, qam qash i meqëm, shkodë qash nuk kam, dhe në 8 vjeqore në kam. Tash në këtë ditë, kush o fajtur që për më vetë, që tash për të kardoj kush o fajtur. Fajtur të na është tash që kjo. Që kjo o fajtur. Që kjo po toa? Po, edhe parja, edhe. Se tash këto kur e ka njëri edhe kur e ka parën, si hapolla për kërkan heqë. E na, do me thonë, si shqiptarë, si musliman, që me thonë, na nuk kena mësu me pasë. E tash mas të kohës të uftës, i kena tënat, veç kështë rrenë. Se këty në nuk e mund me orë të parja. Fëmija heqë. Nona si non kam bjetë dëvojnë e për pëdume, e për grashtë, për shemëll. Ja ka unë një fëmije, për shemëll, dhe ka thonë shkështet, i ka një bonku, ka një vo atëre, i kam bjetë 20-30 që pa vojë. Qashtu ka funksionu? Po, jeta qashtu ka funksionu. I ka thonë për një notë modë që këty në heri kanë mojë qirat, hashuret, dhe me thonë, me ble hoqën. Tash po thu telefoni e ka ndryshu jetën? Ka ndryshu telefoni shumë jetën e ka ndryshu. Edhe e prish familjen. Qa po mendon ti për këtë pjesën e rrjeteve sociale, Big Brother, TikTok, po, janë. Apo të pengojnë? Mua nuk më pengojnë. Mua nuk më pengojnë. Kur gjohën që së më pengojnë, në më pilqeft e këshyri, së më pilqeft e këshyri. Po. Ka njerës që thojnë degenereme, kështu qa me në? Këm njësë edhe në Big Bravo me hi, po edhe nuk më njësë me shkue. Edhe ti pëse përëm kështu, Big Brother? Po, në është me hi edhe edhe pëse. Ta si me 30 në jam të shkue, nuk jam të shkue me plesh mo. Po, jam këthi me 30. Po shprej, inderum, ta shti po këthejmi pak të zgjedhjet. Apet kanë më bo zgjedhjet. Qa me nën ti kush është fajtori, Albin Kurti, a opozita, kush është fajtori që po dojmë më? Po ty be, unë me të kaldu aty, unë qaq politiqorë të jam, po... Sa mendon për Albin Kurti? Vëllohi, unë s'po mendoj për asë një kur gjo. Se unë 66 vjet i kam, kujna horen ty be një kumë po asë një. U konë Hashim Thoqi, Rambush Haradini, Ish Mustafa, Agim Qeku, edhe këta tonin konë kështu, me rodhë, në për detyra, kujna hajrë ty be një kumë po. Kush s'ka bo do me thonë hajrë? Kur? Shpin ma kanë prish. A është i mirë Albin Kurti? Të mirë janë këta tonë, po ma i mirë delaj. Kush ta ka prish shpin? Ma ka pa prish një kompani për u dhe atje dhe jë më donë gjyqë dhe nuk ma kanë shpenzua të farë shpenzimin më ma bunë. Inderum, ti pas ke humë bashkërten, ka ndru jetë për shkak të moshës. Po. A i ke doshë? Ty be po e kumë doshë, ma s'kim posë probleme. Unë e kumë posë grunë bëshnjoke. Bëshnjoke e po, nga? Po.
Nuk kena pas kur probleme. Dhe mëse të ke gjitha qysh. Ja, kështu një vllai vet më ka, çashtu me atë vllai një kohë shok e të ne çashtu. Ina neftu edhe komore dhe kur probleme të s'ka pas. E qysh është me pas grunë poshtë? Qysh ka qenë? Mirë. A keni qu mirë, o përshtot pak me tradita me këtu? Po. Edhe gjuhën e ka pa mësu mirë, e çashtu. A dim të zemra kur ndrej? Unë ka dim se unë pak, jam kënë pa, nuk e di unë qysh u kone rasti, dhe me thonë i vërrimet sojnë e pa me sojnë se unë qysh thënë këta shqiptarët diçka hupe e din, nuk e kom di qysh u krya e farë shmune, qash më ka dhim, sigurisht më ka dhim. E nderum, deshta dhe një mesazh të fundit prej teje, kena shumë raste që po ndodhin këtu në Kosovë, po vriten shumë groje, po në rastin që u dënuna e Mërseli. Kështë do një mesazh nështë trive, cili o sekretin i martesit të shëndetshme? Për me funksionu një martes që shduhet, qka do të me botë vitat? Unë shumë herë u thëmë dë thema që të treja, që ka në treja, e dy në shëgona me të, për edhe ka pak shëgona, ka pak u ka dojë si për një merë. Të në jam pak maj moqëm edhe unë kom përjetu që ka mos. Edhe në atë kohën, të li farë kohën, të li farë regjimi, të li farë delegat, kom ka përcyje, kom njofte, kom pohe, që ka kanë punu disët. Për ka dojë unë gjithë dhe hamë, qëre, me në burën pak ma fëkara edhe ma bodolë. Ndash mërë nuhe. Po këtu që femë dhe tash këtu të rejat, po shkërpimoren të mira, jo burat e mirë, jo milioner, jo... Aj se manë, këtë e ko, nuk më jetëm me to. Jetëm 1 vjetë, 2 vjetë edhe prisit. Nuk ka shansa ja me jetu e jetin e vetë, so ka jetin e ymë, nuk e di, që ka me jetu me qatë burë. Shumë mirë e thërë, du të me posë mirë kupteme dhe du të me ditë nështë asë të cilë... Mere një ma fukare, ma më dollë pak, më stinë fort i meshëm, se unë ka po rase që unë e kom posë. Jo, kështu nuk pajtojnë. E ani, mu se pajtojnë, unë e kam një rast këtu, që e kam më një rast. Një gjotë një misë të më martu që ashtu me një femën atje, shka ishin me gjonë atëhere, edhe njëftë në malje. Në malje njëftë edhe jenë morë që ashtu, misë asë që morë, e moti 2 vjetë, e boni 2.000 e lëshaj. Ua, grunë e ka lëshaj. E ka që grunë. E pse lëshaj? E pse lëshaj dhe? E pse lëshaj dhe? Pse aj mygja jem, aj djoni misë tem, shumë koni hi shumë kështu, i hi shumë i zëti, pare po, edhe shkaj në Gjermani edhe Gjermani të ne ka morë, u shku mitirat atje, atje ka qka mos. Pas ka tratu nuse. E ka tratu, vëlla dhe fërbele se je pak. E ta tha nuse në vetë, u menë katun nuk kanë, duke që kanë të treshë e dikun, 80 vjeqore. Po edhe aj migja jem, edhe aj ka dikun 80 vjeqë i kohar, për mi 80 vjeta. Njën plok. Inderum falenderit shumë për këtu që a i ndojt e me neve dhe ta dhosh zoti shnetën, po vjen kja që e vos... Po vjen kja që pasi... Inderum po vjen shumë kja që e ke pos një jetë shumë të shtirë edhe sot do me thonë një jetë... Sot e kam në jetën e shtirë, se nuk e kom pos shtirë, po... Sot e kom pos shumë jetën e shtirë, tybe... A po kujdesin për ty në shpit plagjve? Tybe po kujdesin, po. Unë e kam shpinë ka tënë, e kam një 4 hektar të tëkë. Po. Shkë rika 4-5 net. 4-5 ditë. Po ty be unë të gjonë një grup pota me mora pet. Po s'po mërë kush, se për typin rrugën e Gjermanisë. E rrugën e Gjermanisë se kam, benzinë. Ta dhosh zëti shnetën, benzinë për typin. Inshallah e ki jetën soma të